Vazhdojmë ta shohim tjetër s'ka thonë se mi ka fundit ta mbyllim këto. Njëri prej tyre ka qenë i ndjekur për terrorizëm, për shembull. Po Ramabaja. Ka qenë i ndjekur për terrorizëm njëri ullo. Dhe njëri është njëri prej themeluesve kryesor të lëvizjes Deçanit. Dhe është eksponenti kryesor i lëvizjes Vetëvendosje, e cila është në pushtet. Një argument shumë i fortë për Sadri Ramabajën, një boni padi për shpifje. Frymëzuesi kryesor, mu mbledhin njerëzit, Deçan, jam e dhonë, një nga frymëzuesit kryesor. Sadri Ramabaja lidhje s'ka me Deçanin, me kuvendin e Deçanit. Apo më kuptoni? Deçani ka ardhur si rezultat i thirrjeve të mia, kur i bashkë thirrjet Zot. Zgjeroje numrin tanë në horizonte dhe në çdo skaj dhe në çdo skut. Dhe ato kur mblodhën do çani ishte një skut e vogël, që mblodhën me thonë për braktismi islamin. Me braktis islamin është njëjtë sikur me braktis ligjen komuniste të Jugosllavisë, me braktis fen false të hoxhallarëve dhe me dol nga hipnoza dhe sehiret e hoxhallarëve. Dhe nga ki kuvendi Deçanit kanë dalë 3 organizata. Njëra organizate ka emrin Shqiptaria, tjetra organizate ka emrin Lëvizja e Deçanit, dhe tjetra organizate ka emrin Lëvizja për Rikthim. Janë kanë dalë 3 organizata. Tim Shkupi ka qenë më herët. Tim Shkupi ka thonë në vitin 1996 në librin e tij, kur me gjujt shejtanin do të me gjujt me gur, çfarë s'ka peshë dhe ku mbledhën hoxhallarët dhe e shesin interesin e qytetarëve musliman. Pra, Sadri Ramabaja nuk është as themelues, as kryesin e lëvizjes së Deçanit. O shpifje. Si nuk i vjen këtij njerit këtu me bë këtë punë? Po është i afërt me Vetëvendosjen, sikur Milazimi që do me kallëzu vetën që është i afërt me PDK-n. Do më thonë tani, kjo është luftë politike, s'ka të baj as me Kur'an, as me të vërtet, as me kuvendin e Deçanit, as me lëvizjen e Deçanit, as me organizatën Shqiptaria, as me lëvizjen për Rikthim. Pra ki po rran, pleçni po rran, qysh kam i dalë bre ki Zotit për para me këto rana. Është gjysh. Unë nuk besoj që Milazimi nuk e di këtë punë. Unë po thamë që nuk ka martes, me një koror mu ka në 2, 3, 4. Po në Kosovë dalin hapta dhe thojnë, thot 4 si kam, po 2 i kam. Apo më kuptoni? Zgjohoni o njerëzi. Ta kuptoni të vërtetën, nuk është probleme e preferoj Sadrin apo e preferoj atjetën. Jo, nuk ka preferencë, po Sadri Ramabaja lidhje s'ka as me kuvendin e Deçanit, as me lëvizjen e Deçanit, as me organizatën e Tim Shkupit, as me mësimet e Tim Shkupit. As që i përkrahas se Sadri Ramabaja mendon që di ma shumë se sa që di Tim Shkupi. Njëtë si kur Milazimi. Si njoni, si tjetri, lidhje s'kan as me Kur'an, as me Bibel. Me politik po, se politika është percepcion me pas mendim cilin klubi, cilin parti janë sikur puna e këtyre religioneve.